hyja në seancë parlamentare, takova protestuesit. Ju gjenda pranë atyre, ata shprehën shqetësimet që kishin. Ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte nëna e një fëmie me autizëm, e cila më lutej, më përgjërohej, aman ngrini zërin për ne, sepse jemi komplet të braktisur, kam një fëmijë të adoleshent, dakor deri tani e kam ndjekur, po tani si do ja bëj, sepse kur arrin dhe një farë moshe këta fëmijë gjenden pa shërbime fare. Dhe jam në një hall shumë të madh, tha aman ti që e ke mundësinë ngrije zërin për ne, tha. Dhe me thënë drejtën, mora vendimin, thash të seancë parlamentare, unë do të flas pikërisht për këta fëmijë. Mirë po ndodhi ajo që seanca u prish dhe nuk vazhduan të diskutoheshin projekt ligjet, sepse ishte edhe në renditje që do diskutoj pikërisht për këtë kategori fëmijësh dhe nuk arritëm do të mbaja as fjalën e dhënë, as premtimin që kisha dhënë kësaj nëne, një gjë e vogël, një fjalë e thënë në parlament, por që për atë kishte një peshë shumë të madhe. Pra, edhe ne që jemi në politik, ndonjëherë parë nga jashtë duket sikur kemi shumë gjëra në dorë për të bërë, po faktikisht kemi shumë pak. Sepse kanë shumicën e votave, sepse mundësitë ndonjëherë janë të pakta, ndonjëherë dhe nuk dëgjohemi dhe fjala jon bie në vesh të shurdhër.